Zjarri në Pilur të Himarës, rreth 650 hektar të djegura, situata drejt normalizimit vijon ndërhyrje nga toka. Rreth 650 hektar kullota dhe sipërfaqe me bimësi janë djegur nga zjarri disa ditor që përfshiu zonën e Pilurit në bashkinë e Himarës. Aktualisht situata paraqitet me qetë, ndërsa mbetet aktive vetëm një vatër zjarri, ku po ndërhyjet nga toka me strukturat e bashkisë së Himarës. Përgjegjësi i emergjencave civile pranë prefekturës së Vlorës, Robert Skëndaj, ka konfirmuar për Blu Televizion se ndërhyrja ka vijuar prej ditësh si nga toka ashtu edhe nga ajri. Një operacion ku janë angazhuar forcat zjarfikse nga 4 bashki, Vlorë, Sarand, Himar dhe Finiq, ndërsa ndihmë të konsiderueshme kanë dhënë dhe forcat armatosura me rreth 40 efektiv, të cilët kanë vepruar nga tereni, po ashtu edhe nga ajri me helikopter. Prej ditës situata ka qenë problematike për shkak të përmasave të zjarrit. Aktualisht kemi vetëm një vatër aktive që nuk rrezikon banesat, ndërsa ndërhyrja po vijon për izolimin e plot, është shprehur Skëndaj. Sot fiksi bie dita e 4 për arsye se vatra në Pilur në Daman ka filluar në datën 21 rreth masditës, por në bazë ndërhyrjes ditën e parë në orët e mbrëmjes kjo vatër zjarri u shua dhe u riaktivizua në datën 22 rreth orëve para të mëngjesit dhe vazhdon të jetë ende aktuale. Vlen për të përmendur që pati goxha shtrirje të madhe për arsye se u përfshi në këtë vatër zjarri zona e Porto Palermos, zona e Llamanit, zona e Pilurit, si dhe zona e Kucit. Falë bashkëpunimit dhe bashkëndimit që kemi pasur me AKMC-n, me bashkinë e Himarës, që ishte përgjegjësi kryesor i territorit, gjithashtu një ndihmë të madhe për shuarjen e zjarrit kanë dhënë edhe 4 bashki të qarkut të Vlorës, bashkia Vlorë, bashkia Sarand, bashkia Delvin dhe bashkia Finiq. Një mbështetje e madhe për të shuar zjarrin që pati shtrirje të konsiderueshme, ishte dhe mbështetje nga forcat e armatosura, si ndërhyrjet në ajri me helikopter, ashtu dhe ndërhyrjet nga toka me forcat e armatosur, kur vetëm ditën e djeshme kemi pasur 40 efektiv, të cilët kanë dhënë një ndihmë të madhe. Aktualisht, momentin që po marrim këtë intervistë, kemi vetëm një vatër aktive në bashkinë e Himarës. Është vetëm vatra që është në vendin e quajtur Vumlo. Është në hapësirën ndërmjet rrugës nga Llamani deri që shkon në Pilur. Ai ka shtuar se në ditët e para rreziku ka qenë i lartë për shkak të përhapjes së shpejtë të flakëve, çka ka detyruar për fshirjen në terren edhe të forcave të policisë dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Po ashtu është paralajmëruar se do të nisë një hetim për të zbardhur nëse zjarri ishte i qëllimshëm. Atëherë për sa i përket një bilanci paraprak, mund të themi që me parafërsi se të dhënat të sakta do dalin mbas shuarjes së zjarrit, flitet për një sipërfaqe rreth 650 hektar e djegur, dhe kjo sipërfaqe kryesisht është kullot, shkure dhe përshkrim pylli lis në të gjithë territorin e këtyre fshatrave që përmendëm, nga Porto Palermo rreth deri në Kuc. Gjatë kësaj periudhe, kryesisht në zonën e Llamanit dhe në zonën e Kucit, nuk u rrezikuan, të themi, në kuptimin e vërtetë rrezikimit të banesave dhe të bizneseve, kryesisht stane, për arsye se zjarri arriti deri në distancë 100 metra, por nga ana jonë u morën masat, u vendosën në gatishmëri mjetet zjarfikse për të përballuar çdo eveniment të ndryshëm që mund të krijohesh për shkak të ndryshimit të atëre vetëm këto 2 ditë të fundit, prezencë në situatën e menaxhimit të zjarrit në zonën e Himarës, krahas prefektit qarkut, kryetarit bashkisë Himar dhe përfaqësuesve nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe si gjithashtu kam qenë prezent dhe vet, ka qenë dhe një prezencë e shtuar e forcave të drejtorisë policisë qarkut Vlorë. Vetëm dje për shkak të, si tham, riskut që ju ofrua banesave, kanë veç 10 efektive dhe 2 mjeteve që kanë qenë prezent nga komisariati i Himarës, vetëm ditën e djeshme kanë ardhur prezent 2 grupe të gatshme të FNSH-së Fierit për ndonjë rast të mundshëm që mund të duhesh për evakuim. Janë struktura të tjera të cilat bëjnë hetimin, këto janë vetëm thjesht forca operacionale, nga ana e policisë po vazhdon hetimi nuk mund të konkludojmë sot që është i qëllimshëm. Zjarri në Pilur ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në sipërfaqe natyrore, ndërsa pas normalizimit të plotë të situatës do të kryhet një verifikim i detajuar i dëmeve të shkaktuara.